Diçka që nuk ka lidhje me fushatën elektorale, por që më shqetëson shumë si qytetari i Tiranës është ky ping-pongu i forcës mes kryetarit të bashkisë në burg dhe kryeministrit se njeriu i kujt do ta drejtoj bashkinë. Shkon kryeministri ditën që arrestohet kryetari i bashkisë dhe pas një lloj tagri ligjore emëron një nga nën kryetarët si kryetari komanduar i bashkisë. Pastaj kryetari i bashkisë në burg, nga burgu, me një procedurë të pakuptueshme, me një shkresë që s'merret vesh se si u firmos dhe si u vulos, e shkarkon nën kryetarin e komanduar të kryeministrit dhe emëron një nën kryetar të vetin si kryetar bashkie të komanduar. Pastaj kryeministri shkon të nesër me shkarkon fare nga puna këtë kryetarin e ri të komanduar. Dgjoj, kjo gjë duhet marrë fund sepse bashkia nuk është top futbolli që gjua njëri e gjua tjetri. Bashkia është jashtëzakonisht shumë e lidhur me jetën e qytetarit. Vetëm sot më janë ankuar 3 subjekte. Puna në administratën e bashkisë është paralizuar totalisht sepse në mënyrë literale ata nuk dinë se ku kanë kokën. Nuk mund të vazhdohet më që nxjerr kryeministri një kryetar të vetin nga lista e vet e mbyllur e pastaj kryetari i bashkisë nxjerr një kryetar të komanduar të vetin nga lista e vet e mbyllur. Jo. Kjo gjë duhet marrë fund. Këshilli i ministrave në tagrin që i jep ligji duhet të shkarkojë kryetarin e bashkisë dhe presidenti caktoj datën e zgjedhjeve dhe qyteti të shkojë të zgjedhë një kryetar bashkie normal nga lista e vet e hapur. Sepse nuk mund të jetë qyteti ping-pong elektoral. Jo është timi, jo është jote. Jo zotri, duhet ta zgjedhin qytetarët. Sa më shpejt madje që administrata të çlirohet, të ketë një drejtim të qartë politik, që administrata të ketë një drejtim legjitim politik që ka dalë nga vota e popullit. Nuk mund të trajtohet kështu si prona ime, prona jote. Vë unë këtë dua, vë ti këtë do.